Po, ju falenderoj shumë, po, shumë e rëndësishme që një drejtues t'ia di vetes së vet ato që i ka asete dhe ato që i ka, le të themi, çështje për të cilat ka nevojë që të përmirësohet. Çfarë do të merrnit juve nga drejtuesit e mëparshëm? Nga zoti Dumani do merr një proaktivitet dhe vendosmëri. Sigurisht edhe nga drejtuesi tjetër zoti Kraja do merr një atë që unë edhe shpjegova pak më shumë si pjesë pozitive të tij qetësinë në kryen e detyrës. Çfarë nuk do merrnit prej tyre? Nuk se kam konstatuar ndonjë tani se jam në një pozitë që po më kërkoni të përgjigjem për 2 drejtues të punës posaçme. Mendoj që pak a shumë se kanë ushtruar të 2 të njëjtën detyrë, por institucioni nuk ka qenë i njëjti. Mendoj që edhe për shembull, nëse po flasim për zotin Kraj, mendoj që institucioni mund të ishte më aktiv në atë periudhë, edhe pse çështjet duan kohën e tyre, duan periudhën që të sigurojnë provat e nevojshme etj. Dhe një periudhë as 3 vjet nuk ishte, sepse viti i parë ishte viti i krijimit, funksionimit, ngelen vetëm 2 vjet, dhe 2 vjet çështjet e duan që të piqen para se të dërgohen në gjykatë. Do isha më aktiv, kurse në krahasim me zotin Dumani, duke vlerësuar për punën e vet, do t'i merrja anën, sigurisht anën e mirë të proaktivitetit, dhe nuk e di, e kam vështirë që të gjej një anë që nuk të doja ta kisha, edhe nuk jam fare konformist, po tregojmë shumë sinqert. Ju falenderoj nga zemra për sinqeritetin dhe për këtë analizë të shpejtë që juve e bët. Edhe një pyetje të shkurtër tjetër. Juve patjetër që do të kujdeseni, sikurse jeni kujdesur për aspekte që kanë të bëjnë me pavarësinë, me mbrojtje nga presioni personal dhe institucional, sepse detyra e drejtuesit kjo është. A ka një masë specifike që juve vlerësoni që duhet marrë si drejtues me qëllim atë që quhet mirëqenia psiko-emocionale e prokurorëve të SPAK-ut? SPAK-u nuk fillon sot, ka 6 vjet që funksionon, sigurisht kjo 6 vite është edhe eksperiencë, edhe vështirësitë ku kalohen, shndërrohen në aftësi. Një pjesë e prokurorëve kanë qenë të mësuar, sepse pothuajse gjysma ka punuar te krimet e rënda që nuk ka qenë publiciteti kaq i madh mbase, por ashpërsia e punës ka qenë edhe mbase më ka qenë disa raste edhe më ashpër. Në cilësinë e drejtuesit, sigurisht do të isha empatik me secilin prej kolegëve dhe do ndaja me ta përgjegjësinë për dosjet me grupet hetimore, duke mbështetur në punë dhe mbi çdo nevojë që ata do kishin. Edhe një gjë të vogël të fundit, zoti Brau, unë kam shumë dëshirë që duke vlerësuar gjithë atë që juve prezantoni, edhe të merja përsipër t'ju bëja ndonjë sugjerim apo ndonjë ndërhyrje të vogël si drejtues i kësaj prokurorie. A do ta merrnit juve në konsiderat, a gëzoju në respektin e mjaftueshëm tuaj që juve të merrit në konsiderat këtë ndërhyrje time? Qenë sinqert, kam dëgjuar dhe pyetje sot, është pyetje përsëritur, edhe rrugës edhe kam menduar dhe përgjigjen. Unë ju njoh që nga viti 2000, kur ju keni shpjeguar ditën romake,
dhe të jemi sinqert, unë nuk besoj që ju në një ditë do të shkoni drejtuesit përkurisë përposaçme, cili do për ndonjë problem personal. Por nga ana tjetër, unë nuk kam problem të përballem me ankesa, me pretendime për secilin person. Madje edhe në çështjet që kanë përshkruar edhe akuzat ndaj panderëve, edhe kur janë zyrtarë, edhe kur janë të organizuar, ja kam njoftuar vetë, në mënyrë që vetë të dëgjoj prej tyre pretendimet që kanë, çfarë kërkojnë etj. Me radhë. Sepse më ndihmon dhe mua të kuptoj mangësinë nëse kanë, sepse nuk është qëllimi që patjetër dikush do të shkojë mbrojtje. Qëllimi është që të bëhet drejtësia. Kështu që mund të dëgjoj dhe mund të pres edhe zyrtar apo tjetër, por zgjedhja është ajo që parashikon ligji, sepse nuk mund ta bëj ndryshe. Faleminderit edhe ma bëtë edhe mua shefi. A ka një nxitës apo një nxitëse të madhe në këtë aplikim tuaj? Nuk mund ta them nxitje, është do kaq vite prokuror, mendoj që kam patur çështje të larmishme, e ndjej vetëm të plotësuar si prokuror dhe mendoja që është normale që ti të kërkosh një sfidë tjetër. Po, zonja Rita. Atëherë duke